Mendoni se ja vlen kaq shumë lek për gjithë këto produkte? Ja se si duken plot 90 euro shpesa në Lidl. Janë shumë dhe nuk i do që t'ua tregoj, por do i hap një nga një dhe do t'ua tregoj dhe ju do më thoni a ja vlen kaq shpesa për kaq lek apo jo. Është kjo që edhe e kam hapur sepse mu desh në moment, janë këto 3 letra. 2 prosciutto, 1 çokoladë, 1 djath, mish i grirë, sushi. Jam 23 vjeçë dhe nuk kam provuar akoma sushi, kështu që duhet i provoj patjetër. Të viçit për makarona, biskota, 2 kremra për duart. Janë shumë të mirë, i kam provuar. Makarona integrale, integral. 1 djath edhe 1 çokoladë. Janë mix sepse i kishim të futura që gjitha në makinë dhe i morëm me qeskat e tona këtu në shtëpi. Vazhdojmë. 1, 2, 3 kose të vegjël. Janë 2 qumshta. Kos grek. Kokolino. Se sot kemi bigun. Pana, janë 4 copë. Frutat e thata. Tani dihet kush i blen çokolada, dihet kush i blen frutat e thata, apo jo? Bëj çaka se edhe unë kam marrë çik pjesë në këtë gjë. 1 oriz, 2 vaj, janë herë 2, po s'po i tregoj që të dyja. 1 pako kafe, 3, s'po i tregoj herë 3, e dini tashmë. Ilaç për enët. Vetëm në vajzat e dim sa gëzojmë kur gjejmë konfeksione kaq të mëdha për enët. Crackers, patate, Fanta, tili miq, mirtili. Edhe këto shkopje, një koli me Fanta. Me çaj. Një koli me çaj. Që të gjitha këto që pat, eksaktësisht kushtuan 87 euro.